Në çështjen e gjyqit ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri dhe ish-drejtorit të policisë së Vlorës, Jael Çela, gjykata e lartë ka ndryshuar gjyqtarin relator. Shorti i vitit 2022 kishte caktuar gjyqtarin Sokol Binaj, i cili më pas da dorëheqje në dhjetor të vitit kaluar, duke argumentuar se kishte shqyrtuar më parë kërkesa gjyqësore të Tahirit në ish-apelin e krimeve të rënda. Si pasojë, relatori i ri u emërua gjyqtari Genti Shala, i cili do të udhëheqë shqyrtimin e rekursit të SPAK dhe të Tahirit. SPAK ka ushtruar rekurs pasi nuk u pajtua me dënimin e mëparshëm për shpërdorim detyre, duke kërkuar që ish-ministri të dënohet gjithashtu për trafik narkotikësh dhe grup të strukturuar kriminal me 12 vite burg. Vendimi fillestar i shkallës së parë për krimet e rënda e kishte dënuar Tahirin me 5 vite burg që zbriste në 3.4 vite me gjykim të shkurtuar, por më pas vendosi pezullimin e dënimit dhe vënien e tij në provë. Apeli i GKK-s e prishi këtë vendim dhe caktoi 3.4 vite burg, por Tahiri u lirua nga gjykata e Elbasanit për disa arsye familjare pa e përfunduar plotësisht dënimin. Në gjykatën e lartë, përveç relatorit Genti Shala, pritet të caktohen dhe 2 anëtarë të tjerë të trupës gjyqësore dhe data e shqyrtimit të rekursit, duke përfshirë si kërkesën e SPAK-ut për rishikim të dënimit, ashtu edhe rekursin e Tahirit, i cili kërkon pafajësi. Ky zhvillim pritet që të përcaktojë në mënyrë të përfundimtare fatin e ish-ministrit në lidhje me akuzat e rënda për korrupsion dhe trafik të lëndëve narkotike.